Duke shpërndarë karamele për pensionistë e tjerë, këtë formë zgjodhi pensionisti Lush Lushi në Shkodër për të protestuar që nuk merr pensionin e tij. Jam të i do se më kalloni di Roma pensionin. Ai thosë se nuk e përfiton pensionin për 5 vitesh pavarësisht ankesave të tij. Pensionisti Lushi tregon se nuk ka asnjë ndihmë nga shteti dhe asnjë të ardhur për të siguruar jetesën. 7 vjeçari flet për kushte vështirë të jetesës dhe detyrohet të punojë në këtë moshë edhe pse është bërë 4 herë operacion. Lush Lushi banon në fshatin Trush të Bashkisë Shkodër dhe kërkon të jepet një zgjidhje për problemin e tij. Për pension që jem me zgjigru pa drejt pensionit, pa asnjë lloj ndihmet, as kam pas ndihmë kur kam pas 8 fëmijë, as kam pas ndihmë tash që thot jo kam dhënë shpenzimet e tëna me dalë në pension, jo kam bë këtë shko merri tha pardje ka thonë Edi Roma që tha ti rren tha se unë ti kam qu tha paret se kush i mon këto paret të s'digjo. Nuk di gjë kush atë mor fondin e ndihmës deleve, kush atë mor noften për mua, kush atë mor tana punë për mua, s'di kush atë e pi tomlin dem të doni shestër. Keni asnjë të ardhën? Asnjë të ardhën për kryt të fëmijëve. Asnjë të ardhën. Vetëm me gjaks të ble 40.000 lekë i dilim tokë. Sa vite ke pa pension Lush? 5 vjet pa baj, me 8 shtator. Si ja bën me sigurt? Punoj si që një 4 herë i bom operacion. 4 herë jam i bom operacion trupin tem në 4 vende. Mas të rejnë, mas të mashtojnë popullin. Dalin për i studio, mas konim i morë amanet, jo në amanet, mas i mërni në për studio këta hora. Ta kriminella, i kam të në letat një të firmos të bulosna. Du pun, du buk, du shnetësi, më bënë 12.000 lek një sirum që e baj. Se ma shesin me qëtajt. Lush, po qenë që po shpërdan karamele. Për ka? Për presion. Bela dikush ka nevoja, marrë dikush s'fe, marrë unë për hedhja të midis asfaltit a pa ikun punë të. Ti marrë ngush dënë. Se po i shpërdan? Po e dojtë. Hëtë marrë. Zonë kë popu. I ka arthi, ka nështë, ti popu. Ndërkohë në lidhje me këtë rast, nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shkodër na bëhet me dije se pensionistit Lushi i lindet drejta për pension social pas të ketë mbushur moshën 7 vjeç.